me parneci që është brenda, si komentoni? Gazdugoja, ishte demokratike kora? Unë besoj që nuk pat parneci. Ato tuajt ishte kora hapur? Unë mendoj që respektoj në hoqën për punën e angazhimit, po besoj që ka gjithçka sipas rregullit. Qëndrimi im është qëndrim parimor. Unë mendoj që Partia Demokratike e Kosovës do të më mbrojë demokracinë e brendshme, nëse ne duam që ta luftojmë sistemin autoritar që në çdo ditë më shumë po vendos Albin Kurti. Nuk mundet me pretendu një parti politike që i shkel institucionet e saj demokratike brenda, garën e hapur, prezentimin e ideve të platformave, ballafaqësimin, dialogun e brendshëm dhe duke pritë që ne do të jemi adresë e modernizimit të shoqërisë dhe e largojmë një sistem autoritar të cilin çdo ditë më shumë po vendos zoti Kurti dhe qeveria e tij. Unë jam rrit me Partinë Demokratike të Kosovës, jam pjesë e PDK-s, nuk e mendoj asnjëherë të ardhmen e Kosovës pa hashimin, pa kadrin, pa UÇK-n, pa PDK-n dhe pa rolin ton, por mendoj që kjo konvent është një konvent e cila është më shumë një garë mbyllur, një proces i mbyllur, një improvizim, sesa një garë e hapur, por unë e respektoj vendimin që ka marrë kryesia e Partisë Demokratike delegatë e kuvendit që morën sot, vendosen për kryetarin e ardhshëm dhe do të bëj përpjekje që nëse dështova në që të jem pjesë dhe të jemi barabartë në garën e brendshme, jam i gatshëm që ta bëj garën jashtë, që ta largojmë qeverinë Kurti së bashku me kolegët e tjerë të partive tjera opozitare. Por në bindjen time të plot, zgjedhja e kryetarit Partisë Demokratike të Kosovës do duhet të shoqërohet me një platformë se si me dalë nga kriza vendi, nga ngërçi politik, nga përmbysja politike, dhe cila do të jenë qëndrimet tona. Për gjitha këto tema, unë kam pas dëshirë që të debatoj me antarësinë e PDK-s, me delegatë e PDK-s, dhe veç që sot kishin vendosur që mbetet vetëm fest, unë e thash ata se sa do duhet ta thoja në një ngjarje e cila ishte më shumë fest se sa ishte garë. A pranon një pozitë se do të thotë në kryesinë e ri dhe po ashtu në një konvent tjetër të bëhet pas rregull të kohë jashtë Parlamentit. A do të kandidoni sërish keni ende? Unë jam prej atyre i cili nuk është në politik për të qenë një deputet. Jam në politik për të pas poste udhëheqëse dhe jo për të pas poste udhëheqëse për shkak të posteve udhëheqëse, po shoh politikën si platformë për ndryshim politik. I besoj shumë asaj që idetë politike duhet t'i prinë një parti politike, prandaj ku kërku një javë kohë që të debatojmë elektoratin e PDK-s, se çka sheh elektorati i PDK-s që për ta është relevante sot si ide politike, si pritje politike, ta bëjnë një ekip të ri, i cili ekip do të ishte jo vetëm me një azmëna për mbrana Partisë Demokratike të Kosovës, por edhe me të tjerë, dhe mbi gjitha fali këtij dialogu të brendshëm, mandej dalë me një platformë politike. Nuk jam këtë debat politik me mlefe dhe inate personale, nuk jam që të marrë pozita personale në parti, i kam pas gjitha pozitat e mundshme edhe në PDK, se kam qenë në veçën të saj, por nëse Kadri Veseli ma ka la amanet partin, kësaj here kam dashur që ta udhëheqë si mision politik. Por amaneti dhe dëshira ime është Hashimi dhe Kadriu, të kthehen Kosovës, të kthehen familjes së tyre politike, Partisë Demokratike të Kosovës dhe ta bëjmë garën, ndërsa unë nuk tërhiqem nga gara. Po nuk marr pjesë me një garë e cila është e barabartë. Nuk marr pjesë me një konvent e cila është më shumë një lloj skeme politike, një lloj paragjykimi politik, një lloj paraprgatitje politike se sa garë barabartë. Mungesën e garës në këtë konvent do të ju po ja atribuoni më shumë kryetarit tash.
Krasniqi, po thonë vazhdimisht se ishte më shumë improvizim. Kjo kontent, a do thotë kjo që zot Kryhan, zot kryetari i ri, do të jetë i dirigjuar nga zot Krasniqi dhe ish kryesia, siç e keni thënë, e ngushtë prej 4-5 personave. Unë mendoj që kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës duhet del prej vullnetit politik të delegatëve dhe të antarësisë. Dhe jo vetëm të delegatëve, po të antarësisë. Ne jemi politikanë që shkojmë çdo ditë në teren dhe lypim vota për zgjedhjet nacionale, se si ta bëjmë qeverinë qendrore, institucionet qendrore. Pse mos kërkojmë votë nga elektorati jonë, kemi ballafaqim politik për zgjedhjet e mbrëmshme në parti. Prandaj, unë kam kërku garë me kushtet dhe me standardet e mia. Ka menduar që duhet të kemi edhe 3 debate televizive mes kandidatëve për kryetar të partisë, e kam thënë në media, për kam edhe sot, dhe me vetmin qëllim që unë mendoj që zgjedhja e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, po të partive tjera politike, nuk ka të bëjë vetëm me antarësinë dhe me votues të tyre, ka të bëjë me çdo qytetar të Kosovës, dhe kur zgjidhet në udhëheqjet e Partisë Demokratike të Kosovës, duhet ballafaqohet edhe me mendimin e çdo qytetari të atyre që votojnë, po të atyre që nuk votojnë. PDK-ja ka nevojë që të rritet, ka nevojë që të zgjerohet, ka nevojë që të hapet, që të përfshi shtresat e tjera të shoqërisë, dhe një hapje mund të ndodhë nëse dhe gara është e hapur, nëse dhe gara është e barabartë, nëse kushtet janë të barabarta, kanë vendosur ta kenë këtë konvent për 5 vjet. Planet të juja, a do të vazhdoni me qëndru PDK, keni plane? Po natyrisht, çfarë po pretim ne? Natyrisht. Me gjithë të kritika mendova që kene ndoshta edhe më largu, po supozoj. Nuk qëndron fakti që vota dhe shumica çdo herë thotë vërtetën.